Te mundësive dhe aftësive tona, dhe menaxhimit ton. Jo çdo gjë ne mundemi me kontrollu, jo çdo gjë mund ta menaxhojmë. Gjithmonë ka plani A, plani B dhe përjashtim. Që ky përjashtimi është i paparashikueshëm. A kupton vllaçkon? Vetëm përjashtimin kurrën e kurrës njeriu nuk ka njeri që mundet me menaxhu. Se krijohet asnjë lloj situata që nuk din çka mundet me ndodhë në moment. Nuk din se për shembull çfarë vendimesh mundet njeri me marrë në moment. Pavarësisht përgatitjeve, pavarësisht aftësive, pavarësisht çdo gjësh reale njerëzore, kapaciteteve. Përjashtimet janë komplet kategori tjetër për dallim kësaj që e ceka. Këto janë të paparashikueshme. Janë vendime momentale dhe vendime të prera. Po, më di përmerdi keq si erdhi puna me ikë, inshallah i shkojnë barë gjërat për jashta, përderisa ka diçka që nuk është në rregull tamam për jashta. Dhash Zoti. Vetëm inshallah njerëzit jenë me plot shnet, njerëz që i ka afër familja, shoqënia, se punët e tjera zgjidhen gjitha apo jo. Sigurisht. Unë e kom thonë dhe vazhdoj me thonë, vetëm vdekja plan B nuk ka. Vetëm me vdekjen kompromis nuk bëhet. Është realiteti i hidhun, vetëm që ajo është realiteti i hidhun. Plan B nuk ka kompromis. Unë tha që mirë ka familjarët edhe djalin dhe shtetit. Shqyr prej Zotit. Vetëm në një gjë në lidhje me punët, ndoshta se ndryshe s'ka shanse. Sa është njeri gjallë, të gjallit i gjindet qarë Alba. Me vështërsi, pa vështërsi, jeta ka ardha si Jeta kështu, me vështërsi. Dinamikat të cilat neve na kam prek viteve të fundit, realisht nuk përkojnë me realitetin e gadishullit balkanik. Na nuk jemi të fort me përballu çdo situatë. Po, parashtrohet pyetja se sa është kjo dinamik për neve e kapshme nuk është se na nuk jemi mësu me këtë dinamik me tu. Ti kemi gjanat qartë. A që adaptohemi shpejt dhe jemi të zot si popull me i përballu, kjo është tjetër meselje. A e kupton? Vllaçkon. është si një që i bojnë dy. Nuk e di tani që të bëjmë. Di se që të bëj për cilën dit, po me zi pres të vija jo dit. Aty nuk muj me ndërhy. Se ka një gjë dhe ai pse më tha për atë pikrisht atë dit, kështu që duhet thjesht. Sigurisht. Aty nuk ndërhy, çdo njeri i ka vendimet e veta, çdo njeri vendos për vetveten, çdo njeri e din çka është mas mirë ti, më e mira për vetveten. Prandaj këtu nuk muj me të ndërhy, ka çështje të cilat janë, domethënë personale, që as nuk përreti zbën me i shkollë. Ne më me dhonë mendim ose tash unë me të sugjeru ty për diçka. Jo për mu tani për tani. Tjetë për mu tani për tani, se di pse më tha, duhet vetëm me i qëndru fjallës. Jeta e bomboneve, e qokolatave, jeta e ëndrave, ajo moti ka mbaru. Ajo shijot me fëminin e hershme. Dhe momentin që fillojnë merën përgjegjësit, personalisht, ne veç mo jemi triton dhe ne veç mo ballafaqohemi me jetën. Dhe vetëm, a dini cili është luksi i vetëm që mundemi me a dediku vetës? Vetëm të mendojmë të shtiremi si kur jetojmë në atë kohë. Atë luks kohor s'mundet me na e marrë kërkush. Ndalësh edhe mendon vetin momente si fëmijë dhe jeton me ato memore. Memore do me thonë me komplet përmbledhje në kujtimeve. Edhe i infiltron kokë, edhe her pas herë i rikujton. Prandaj gjanat gjithmonë kujtohen në fëmijëni. Sa mirë dvegjël ose kur i shofin fëmijët, e kemi shprehje popullore. Që s'kan asnjë gajle fëmijët, knaqen, luajnë, hajnë çokolada, është të vërtet. Deri momentin kur fillon të ballafaqohesh vetvetiu me jetën,
me sfidat, me problemet, me të papriturat, me të priturat, aty mo e kupton që ajo fazë veç mo Veç ka kalu. veç ka kalu, veç ka shku, dhe kjo është cikël jete, kështu e jeta, kjo është jeta. I vetmi fenomen i cili është i pamëshirshëm, e pamëshirshme, është koha. Koha nuk pret, koha nuk kthen, koha nuk të falë. Prandaj gjanat duhet të bëhen në kohën e vetë, në momentin e duhur. E disa me ngjyra më duke shë shtëpia, se rahat kisha në shtëpi kur ishte ai këtu. Unë e të kuptaj. Beson që unë e të kuptaj. Beso që kur ka ardha ai, çdo që është i shtëpis, e kam pa, e kam shiju, bëj llogari edhe këtu që ulesha, unë nuk dija ta shifja pamjen e shtëpis. Për herë të parë unë pamjen e shtëpis se si duket shtëpia e kam parë vetëm kur ka ardha ai. Që vërtet e kam shiju shtëpinë edhe momentet kuptimit e plot fjalës, Shqyr që ke shumë pas balans. momentet mira, shqyr. Sa të mira që edhe kaotike, gjitha mix, gjitha tornado Në regull, leni ato anash, kaotike, nervozat, jo për herë pjesë të e parë jetës. nisa të flej. Mendoj momentet e mira. Për herë të parë nisa të flej, për herë të parë e pash hënën tamam, për herë të parë e shijoja pamje në borrin, dekoret, ngjyrat, zbukurimet, për herë të parë nisa t'i dëgjoj njerëzit tamam. Tani e disim duket sikur çdo gjë prap pa kuptim. Sikur ka të shëpërri këtu, e kupton? Edhe s'dua t'i inkuadrojmë asnjë bisedë se nuk dua të vehem duke, e kupton? Thjesht dua të sfumohem. Derisa të vi dita. Që t'jetë më mirë për të dyja palët, për gjitha palët. Po, sigurisht. As vetë s'ka vullnet, as dëme nuk ka askush nga palët, derisa të vi dita. Se kuptoj pse ajo ditë, po. Nuk e di. Kisha edhe një dy planet bukura që doja t'i realizoj këtu, po. Kështu si erdhi puna, m'ka ik vullneti edhe për ato dy planet bukura që doja me i realizu këtu. Isha 99% për t'i bërë. Po dy super planet fuqishme, që s'ka ndodhur me asnjë reality show. Edhe doja t'i nis t'i bëj që kësa javë. Njërën kësa javë, tjetrën javës tjetër, se isha 99%. Për njërën edhe nisa të bindem, 100%, vetëm njëra më ka ngel kështu, si 99%. Edhe thash i marrë kështu hap pas hap, jam mundem. Se janë dy super gjërat bukura, por nëse pas ka qenë kismeti për këtu, për jashtë, s'është problem. E shkru në gjithë qka. Disa gjana Amerikan t'i thojnë, some things better left alone. Disa gjana ma mirë është as mos me i prek. Se mundën me pas... Kur më erdhi ndjesia këtu për t'i bërë, thash ndoshta ka një arsye, ka ndoshta një mesazh që duhet ta përcjell nëpërmjet kësaj gjëje. Po kështu si erdhi situata, thash me vetë punë e madhe, se ka një javë, 10 ditë që e kam mendje, 99% jam, edhe 1% që e din që po e bëra, nuk ka ku shkon më ajo gjë, e kupton? Edhe kur erdhi kjo pjesa që erdhi limi, që nisa ndihem balans, nisa ndihem e lumtur, e din, sado që i kishte tornadot e veta, bëri akoma më të bindur që t'i bëj. Tani ai iku, shtëpia prap duket kështu si pa kuptim fare, tani prap se shoh më shtëpinë. Shoh vetëm 2 ditë që jam duke folë, kur kthej kokën kështu, sigur nuk ekziston asnjë gjë para meje.